Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka njoftuar se shumë shpejt do të fillojë ndërhyrjet për restaurimin dhe ruajtjen e kalasë së Borshit, një nga monumentet historike më të rëndësishme në jug të Shqipërisë. Lajmin e ka bërë të ditur ministri Blendi Gonxha përmes një postimi në rrjetet sociale, u theksoi rëndësinë e këtij projekti për ruajtjen e trashëgimisë kulturore të vendit, si dhe për forcimin e sektorit të turizmit. Kalaja e Borshit, e ndodhur 500 metra mbi nivelin e detit dhe që daton rreth shekullit 4 dhe 3 para Krishtit, është një vend i mbushur me histori dhe legjenda. Ajo ka shërbyer si një nga pikat strategjike për mbrojtjen e rajonit nga periudha të ndryshme historike. Pavarësisht moshës dhe rëndësisë së saj, kjo kala ka nevojë për konservimin dhe restaurimin e strukturave të saj për të siguruar që ajo duhet të ruhet dhe të ofrojë vizitorëve një përvojë të pasur historike dhe kulturore. Projekti i restaurimit përfshin një gamë të gjërave veprimesh që synojnë ruajtjen e autenticitetit të kalas dhe përmirësimin e kushteve për vizitorët. Plani përfshin konservimin dhe stabilizimin e strukturave ekzistuese, si dhe restaurimin e xhamisë brenda kalas, e cila është një element tjetër i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore të zonës. Një tjetër pjesë e projektit është krijimi i elementeve të rinj arkitektonik që do të kontribuojnë në përmirësimin e përvojës turistike, përfshirë monopate për vizitorët, panele interpretuese dhe do të shpjegojnë historinë e kalas, një platformë vëzhgimi dhe ndriçimi artistik që do të mundësojë ndriçimin e kalas edhe gjatë mbrëmjes. Ky projekt është financuar nga Banka Botërore dhe do të zodohet në Fondin Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Bashkinë Himar. Objekti kryesor i këtij projekti është ruajtja e një trashëgimie të pasur historike dhe kulturore, duke bërë atë më të aksesueshme dhe tërheqëse për vizitorët, si dhe duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në rajon. Borshi, që ndodhet rreth 17 kilometra larg Himarës, është një nga destinacionet turistike më tërheqëse në bregdetit Jonit. Vije bregdetare më të gjatë e Jonit. Ky fshat ofron një kombinim unik të natyrës, plazheve dhe historisë, duke bërë një pikë të rëndësishme për vizitorët vendas dhe ndërkombëtar. Restaurimi i kalasë së Borshit do të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën dhe shërbimet turistike të zonës, duke kontribuar në rritjen e vizitave dhe zhvillimin e ekonomisë lokale.